Paraja me bereqet. Ali ibn Ebu Talibin e kishte dërguar profetin në pazar për t'i blerë një këmish. Shkoi atje dhe bleu një këmish që kushtonte 12 dirhem dhe ja solli profetit. Profeti e pyeti se sa e kishte blerë. 12 dirhem, ju përgjigj Aliu. Kjo nuk më pëlqen dhe aq shumë, tha profeti. Dua një më të lirë se kjo. A pranon shitësi t'ja kthejmë? Nuk e di, o i dërguar i Zotit, u përgjigj Aliu. Shkoi pyete, i tha profeti. Aliu mori këmishën dhe u nis sërish drejt pazarit. Shkoi tek shitësi dhe i tha: Profeti kërkon një këmish më të lirë se kjo. A je i gatshëm ta marrësh këmishën e të na kthesh parat? Shitësi pranoi. Aliu mori parat dhe shkoi te profeti. Pastaj, profeti së bashku me Aliun u nisën për në pazar. Rrugës, sytë e profetit pan një skllave të vogël e cila po qante. Profeti i shkoi afër dhe e pyeti pse po qante. Të zotët e shtëpisë më dhan 4 dirhem dhe më dërguan në pazar për të blerë diçka. Nuk e di se si ndodhi, por mua më humbën parat. Tani kam frikë të kthehem në shtëpi, u përgjigj vajza e vogël. Profeti hoqi 4 dirhem nga 12 dirhemët e këmishës dhe ja dha vajzës së vogël. Bli ç'kishe për të blerë dhe kthehu në shtëpi, i tha profeti. Pastaj shkoi në pazar dhe bleu një këmish prej 4 dirhemësh dhe e veshi. Kur po kthehi, rrugës pa dikë të rreckosur, hoqi këmishën e tij dhe ja dha atij. Pastaj u kthye sërish në pazar dhe bleu sërish një këmish tjetër, po me atë çmim. Rrugës së kthimit, pas sërish atë skllaven e vogël, e cila po rrinte ulur në një cep e shqetësuar. Profeti ju afrua dhe e pyeti pse nuk ishte shkuar në shtëpi. O profeti nderuar, është bërë shumë vonë dhe kam frikë se do të më rrahin nga që jam vonuar. Eja të shkojmë bashkë në shtëpi. Trego më mua të zotët e shtëpisë dhe do t'u them unë që mos të prekin. U nisën së bashku dhe mbërritën te shtëpia. Shërbëtorja i tregoi derën e shtëpisë dhe profeti thirri: O ju të shtëpisë, selam aleikum. Nuk u dëgjua asnjë përgjigje. Thirri sërish, edhe herën e dytë nuk mori asnjë përgjigje. Herën e tretë, nga brenda shtëpisë i erdhi përgjigja. Dolën të zotët e shtëpisë dhe e takuan. Pse nuk mu përgjigjet kur ju thirra për herë të parë? E pyeti profeti. A nuk e dëgjonit zërin tim? Po, ju përgjigjen ata. E dëgjuam qysh në fillim dhe e dalluam që ishit ju. Por kishim shumë dëshirë të dëgjonim selamin tuaj mbi shtëpinë tonë, sepse ai është bekim për ne. Kjo shërbëtorja juaj është vonuar sonte dhe unë kam ardhur këtu për t'ju lutur që të mos e ndëshkoni. O i dërguar i Zotit, qysh tani, ne për hatër të madhështisë suaj, këtë skllaven po e lëm të lirë. Falenderuar qoftë Zoti, tha profeti. Ata 12 dirhemët sa me bereqet pas kanë qenë. Ata veshën 2 njerëz dhe liruan një skllave.